4-4, është vendim, nuk është vendim? Shiko, sipas ligjit ata, ka të bëjë me defekte në draftimin e ligjit për gjykatën kushtetuese. Edhe kjo çështje. Pse të konsiderohet kërkesa e rrëzuar nëse kemi barazi votash? Pse mos konsiderohej në rast barazi votash vendos vota kryetarit? Tazëm. Dhe kjo do ishte zgjidhje, merr një zgjidhje. Pse s'shkon në disfavor të kërkimit? Po, nuk e mbaj mend si ka qenë, po themi siç është. Kryetari kishte vot. Ka disa organe, për shembull vetë Këshilli i Mbretëror Drejtësi e ka kur barazim votash, vendos vota e kryetarit. Gjykata kushtetuese ka në rast barazi votash, konsiderohet e rrëzuar, jo se është rrëzuar. Por nuk ka vendim, nuk përbën jurisprudencë kushtetuese, nuk përbën as mendimi 4 këtej, as mendimi 4 andaj. Praktikisht konflikti kushtetues, mosmarrëveshja është aty e pas zgjidhur dhe mund të rishfaqet sërish. Mund të shaj, po për vendimin aktual, ose për mos vendimin aktual me që sot jemi me 8 antarë, nese bëhemi me 9, dikur. Jep kjo drejt mazhorancës, apo qeverisë, apo Ramës, ta riçojë dhe njëherë? Ka vendimin, po jo. Unë kam të shkruar vendimin, pra ka nxjerr vendim. Pra është vendimi, thonë. Formalisht ka vendim. Tani ky vendim është kushtetues ose jo? Po kush e vendos të? Këtë e vendos kushtetuesa vetë dhe detyrimi ligjor që ka gjykata kushtetuese ku në nenin 72, pika C të ligjit mbi funksionimin e gjykatës kushtetuese jepet detyrimi, i cili është një detyrim parimor. Gjykata kushtetuese vendos me shumicë votash. Dhe parimi numër 1 i çdo gjykate në botë është që duhet të vendosë. Dhe për këtë arsye trupa gjyqësore bëhen tek gjithmonë. Gjithmonë duhet të ketë një vendimmarrje. Çdo vendim trupi gjyqësor, i cili nuk është me vendimmarrje me shumicë, por është me barazim, është antikushtetues. Dhe nëse ti je pjesë gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit, kemi shumë precedente edhe të vajtur nga Shqipëria, ku rezultatet kanë dalë barazim këtu dhe i ka kthyer më njëherë gjykata e drejtave të njerëzit, sepse cënohen, thotë. Shive çfarë cënohet? Nuk sigurohet shumica, cënon kurimin funksional. Do ta shpjegoj ç'është kurimi funksional. Juristi tregon më mirë tani se nuk di ti them avokat, po s'është avokat, është ekspert për këtë punë dhe ndërsa privohen palët nga një vendim gjyqësor efektiv. Çka do thotë? Gjykata kushtetuese, duke cënuar parimin kushtetues, nxjerr një vendim antikushtetues. Ç'është ky vendim? Ky s'është vendim. Nuk është vendim sepse media më njëherë përgjithsisht media politike interpretoi u rrëzua kërkesa. Jo, s'është rrëzuar, nuk është gjykuar çështja. Konsiderohet e rrëzuar. Jo, e ke në vendim. Të lutem, ajo, lezohet. Të lutem. Të lutem. E ke me nën. Konsiderohet e rrëzuar. Do bëj interpretimin. Ta bëj interpretimin. Barazimi të rrëzon. Jo, e ka shkruar Neni 73.4 thot qartësisht, kur nuk formohet shumica prej 5 gjyqtarësh, kërkesa konsiderohet e rrëzuar. Dakor, më po them vendimit konkret, thot në fund fare thot kërkesa e kryeministrit konsiderohet kërkesa quhet e rrëzuar. E ka vetë mendim. Është vendimi. Vetë vendimi është antikushtetues. Çdo gjë që kërkohet brenda është absolutisht antikushtetuese, sepse nuk e lejohet gjykata kushtetuese të dalë pa vendim. Çështja tashmë nuk quhet e gjykuar, dhe një çështje që nuk është quhet e gjykuar, nga instanca më e lartë i jep të drejtën palës të vazhdoj procesin e kërkesës në instancat të cilat japin vendime. Dhe sot, prisem. Na fakt. Do ta shpije. Dhe sot, qeveria shqiptare si palë në këtë gjykim, ku në instancën më të lartë u mori vendim antikushtetues, por përveç vendimit antikushtetues nuk u dha as vendim. Pra, nuk u gjykua çështja, i lidhet drejta që të vazhdoj procedurën në instancën më të lartë. Kush është instanca më e lartë? Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit. Kjo është instanca që e njohin shteti shqiptar si nënshkruesi i konventës. Nuk ka në Shqipëri. Në Shqipëri është e zoruar problemi. Çështja është